Jemi rikthyer në studio, ku do shkojmë tani? Ku jemi tani? Zvërnec, në Vlorë kam përshtypje. Që në Vlorë, e sigurt. Po, se në Zvërnec apo jo, do të diskutojmë me simbolisten e Ariana Milon. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Ariana. Wow! Mirëmëngjes. Se prisin në hape i kështu biseda. Faleminderit. Sa e bukur! Jo, Ariana është gjithmonë surprizuese. Duke shumë bukur, Ariana. Ju falenderoj shumë. Është shumë kënaqësi. Tani na thuaj ç'ne në Zvërnec. Pse ti je lokalizuar në Zvërnec dhe aty do të kesh edhe ekspozitën tënde? Po, sepse ekspozita ime që unë kërkoj që të shpaloset dhe të hapet, njerëzit që ta shohin rëndësinë e simbolit dhe ta kuptojnë atë, duhet që të nisej pikërisht në këtë pikë. Në Zvërnec, këtu vendi ku ne jemi vendosur, thuhet tri portë. Dhe tri portit këtu në këtë vend lidhen me tre portat dhe tre sferat e sipërme. Kështu që Zvërneci do ta bashkonte botën e simboleve me origjinën e tyre, nga ku rrodhi energjia krijuese. Dhe është kjo pika numër 1 e simbolit. Tani çfarë elemente shke përfshirë? Ti ne po shohim disa nga fotot që të ekspozitës, pra po duat më bësh një përshkrim se çfarë përmban tamam ekspozita, çfarë elemente shqiptar ka aty? Po, kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për ne shqiptarët. Ne jemi raca e simboleve, ne vishemi me simbolet dhe duhet që të kuptojmë rëndësinë e tij, çfarë është simboli. Simboli pra është bota e padukshme hyn, do të thënë në kontakt, kur hyri në kontakt me krijesën njeri dhe ajo dha impulset e saj në krijimin e vet. Kështu që duke kuptuar këtë lidhje të dyfisht, lidhjen e energjisë primordiale në krijesën e saj ku jemi ne, duke parë racën tonë, e cila është kaq shumë e pasur me simbole, ne kuptojmë rëndësinë e të qenurit shqiptar. Kuptojmë rëndësinë e origjinës tonë, nga ku na tregon pikërisht kjo lidhje e simboleve që jemi raca e yjeve. Dhe sikur ju shikoni veshjen time, po e nis që këtu. Po pra, na i prezanto pak edhe që nga veshja jote. Po? Po, kjo mbulesa e kokës e mirëditoreve tona, do të thënë pjesa veriore jona, quhet stringla. Stringat janë teori kozmike, janë teoria e pikërisht kësaj bote, ku lidhen të gjitha ato unazat e tingullit dhe unazat e krijimit njëra me tjetrën dhe prodhojnë pikërisht këtë botë të simboleve. Kështu që ne rëndësi nuk ja dim kësaj mbulese koke, emrin nuk e njohim, pra teoria stringave, duhet që ta shikojmë në shkencën e saj. Ti ke vendosur një origjinale bashkë edhe me monedat sipër, edhe me këto flokët këtu, këto detajet anash. Po, pra këto janë të gjitha unazat kozmike, ku në elementet e tyre japin kuptueshmërinë e universit. Kështu që gjithçka në krijim qëndron në një si rruaza, sikur i shikoni këtu ju, dhe lidh të gjithë unazën universale kozmike. Dhe janë tre radhë ku këto qepen njëra me tjetrën edhe zhurma e tyre, tingulli i tyre, jep kuptueshmërinë e një vibracioni universal kozmik. Kështu që kjo është një rëndësie shumë të madhe dhe forma e saj lidh, pra unë kam bërë këtë ekspozitë ku e kam lidhur me Egjiptin e lashtë, para se bota të njifte Egjiptin, ekziston një botë e cila lidh me fuqinë e padukshme, ku ne njohim që është fuqia primordiale e Zotit. Dhe gjithçka është lënë në portal në Egypt e dokumentuar nëpërmjet gjuhës së simboleve. Kjo gjuhë e simboleve thërret dhe bashkon simbolet tona kombëtare, kështu që sikur unë i dha shpjegimin e kësaj mbulese koke me stringlat të qepura në unaza në 3 rjeshta apo në 2 rjeshta, ku kjo paraqitet,
Libra pikërisht të botën e pa dukshme me botën e dukshme. Po, ndërkohë elementi që është si shami pas? Po, gjithçka hapet, do me thënë, në formë konike. Gjithçka nga sipër hapet në formë konike, ashtu si kur ne kemi plisin, i cili përfaqëson vezën kozmike dhe daljen e universit, lindjen e universit, kur veza shpërtheu, dielli doli sipër, qielli u lidh në atë sistemin e tij të yjsisë, shqiptari mori origjinën e vet dhe ju vu plisin në kokë. Të gjithë elementet e universit ai i qepi dhe i mbërtheu në veten e vet dhe origjina e tij do të tregonte pikërisht krijimin. Këtu është ajo rëndësia jonë e të qenurit shqiptar që ne Ariana, në ekspozitën që ti ke qelur, na cilëson do të lutem 2-3 element që ndoshta ekspozohen për herë të parë aty dhe që kanë një rëndësi shumë të madhe për historinë e Shqipërisë. Pra 2-3 simbole që ti i ke ekspozuar ndoshta për herë të parë. Po, simbolika më e rëndësishme e shqiptarëve dhe në këtë ekspozit është veza kozmike, fundi i ciklit ku ne jemi tani dhe fillimi i saj. Pra çfarë është veza kozmike, ku ne shqiptarët na përfaqëson sepse mbajmë plisin në kokë. Fillimisht është dalja pra e një universi të ri, fund cikli fillim, unë jam alfa dhe omega, shkruhet në librat e shenjtë dhe është në qelës. Ma çfarë është alfa dhe omega, fillimi dhe fundi? Që shqiptarët të tregojnë pikërisht këtë që unë sa po shpjegova. Ariana, ku e gjejmë si element në simbolikën shqiptare këtë vezën që ti po quan? Po, pra është plisi jonë. Plisi simbolizon vezën kozmike dhe jo vetëm plisi, por të gjithë elementet me radhë që nga këmba deri te koka, ne jemi gjithmonë në bashkësi që të analizojmë të gjithë këto element, jemi gjithmonë ajo dalja e një dielli të ri, sepse universi kur veza kozmike shpërthen, Big Bangun si kur ne e njohim nëpërmjet kësaj shkence, aty kemi një shpërtim, do me thënë të dritës. Dhe shpërtimi i dritës tregohet pikërisht në elementet shqiptar. Ata do ta tregojnë jo vetëm nga ana hyjnore ku unë Ariana Milo prezantoj, sepse kjo linjë nuk tregohet nëpërmjet librave apo nëpërmjet diçkaje të mësuar nga kjo botë, por kjo tregohet vetëm nëpërmjet linjës hyjnore. Dhe si kur tash ajo rëndësia të qenurit shqiptar është plisi jonë kozmik dhe gjua jonë shqip, e cila lidh me po këtë linjë hyjnore dhe me po këtë forcë primordiale. Kështu që plisi, gjubleta, e cila tregon antenën e djetit në piramidat e Zed, piramidën Zed, ku lidh pra me brezin e Orionit, unë e kam thënë shumë herë, me brezin e Orionit dhe ne kemi elementet e gjubletës, si kur thash, që është antena kozmike, kemi fustanellën e pjesës toskëris, janë, si kur tham, plisat, janë pjesa e malësisë mirditore, ku ajo tregon të gjithë elementet e kurorës kuqe, zjarri i poshtë bashkohet me dritën e sipërme dhe jep atë shpërtimin e diellit. Po, janë njësër elementesh, pra. Ndërkohë Ariana, sa ditë do të qëndrojë si ekspozit? Sa ditë do të qëndrojë ekspozita e hapur? Dhe a është e hapur e aksesueshme për gjithë ata që kanë dëshirë? Për të gjithë ata që kanë dëshirë dhe kjo ekspozit duhet të thërrasë të gjithë si të thuash klasën e dijes, ata cilët kanë duar qelsin e shkencave të universit, të astronomisë, të teologjisë, të kozmogonisë, të botën e Egyptit. Po do tjetë edhe në qytetet të tjera se i ke vendosur? Tani për tani, unë thërras ekspozitën që ne kemi hapur në debat.
ku debati sigurisht që do të jetë konstruktiv, do të jetë i shëndetshëm, sepse gjithçka që është thënë deri tani nuk është thënë e vërteta. E vërteta lind këtu, në këto simbole, dhe është e shkruar, është e shënuar. Çfarë dimni që është gënjeshtër, Ariana? Pse thua që nuk është thënë e vërteta? Çfarë ka të gënjeshtërt në historinë e Shqipërisë? Gjithçka deri tani nuk është thënë e vërtet, ka qenë mashtrim, ka qenë e kundërta e vërtetës. Sepse duke ekzistuar dy polet dhe duke ekzistuar bardhe, zezë, nata, dita, e mira dhe e keqja, ne në bazë të një ligji kozmik, shkak pasoja, efekti dhe kaosi, ligji kaosit, bota tani ndodhet në këtë periudhë që ka përjetuar këtë ligj të shkak pasojës, kështu që gjithçka është kthyer në të kundërtën dhe gjithçka që e cila është thënë është mashtrim, është e kundërta e të vërtetës. Prandaj, në këto momente ku kjo ekspozit të rret njerëzit e dijes, të rret njerëzit e shkencës, të rret njerëzit e informacionit, ku ata të vinë dhe ta verifikojnë botën e simboleve, dhe të dale vërteta, sepse e vërteta lidh gjithmonë me ynore, nuk mund të tregohet një e vërtet në qoftë se nuk ka lidhjen e tre linjave të tre dimensioneve tona. Kështu që nisim nga Zvërneci, ku kemi tre portat dhe është një mistik shumë e fuqishme, nga lidhja e manastirit të Zvërnecit, është një kishë shëntriada aty në Prandaj e ke zgjedhur pikërisht Zvërnecin, pra, për këtë energjinë që ai ka. Pikërisht dhe ato energjia është e fuqishme, aty është perëndimi i diellit, dhe është pikërisht origjina e tij në yllin e tij të perëndimit dhe pikërisht aty është vija dhe rruga e tij ku ai zbret dhe bën perëndimin e tij në dukje. Pra në qoftë se do të vinin njerëzit ta shikonin me sy të lirë, do ta shikonin diellin dhe rrugën e tij si të perëndimit dhe të lindjes njëkohësisht, ku bën lidhjen e dy deteve, deti Jon dhe Adriatik. Në Jon dielli lind, në Adriatik perëndon. Kështu që është e dukshme kjo linjë këtu në këtë pikë dhe prandaj njerëzit e dijes dhe ata të cilët kërkojnë që të japin informacionin e vërtetë dhe shqiptarëve të japin një dritare, ku ata të kuptojnë veten e tyre dhe të vërtetën e tyre, origjinën e vet nga ata vinë, pra duhet vinë pikërisht të analizojnë këtë ekspozit, sepse kjo nuk është thjesht një ekspozit arti, por është një çelës i të vërtetës, ku hapet e vërteta. Pra një vezë kozmike sikur në univers ka ndodhur. Dhe vetëm sukses e pas dhe ne të presim edhe në Tiranë, se duhet të jesh në gjithë Shqipërinë, kam përshtypjen nëse ne kemi të pamundur, dhe të presim në studio, Ariana. Sigurisht do të isha aty sot, por me qenë se ekspozita sapo dje u hatë, do të jetë një Ariana të jetë. Pa problem, mëse e kuptueshme. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Suksese, Ariana. Suksese. Gjithë mirat, pafshim. Juve, mirupafshim. Kënaqësi. Faleminderit. Ja. Are kjo dita. Ashtu? Të vjen keq mbaroj. Pa, më vjen keq. Besoj. Nisi shumë bukur sot edhe mbaroj bukur edhe... Të kanë ka për ca të shtima. Do vazhdoj bukur. Kanë ka për ca të shtima. Po tani që të bëjmë? Janë blokuar hundët. Në tha doktor Resha që jemi... Në periud viroze. Po tha për po pse ne... Po pse ne që punojmë me fëmijë, tha, si i gjithë kohës në viroza jemi. I marrin ata në i stjellin neve. Tash punon me fëmijë, po këtë që... Jo, të dyja nuk keni fëmijë, por punojmë me ca fëmijë tjerë. Faleminderit. Kompliment është. Unë vetëm të vërtetën ditë të them. E vërtet është. Ta kështë thënë edhe në këto pjesë të emisionit të vërtetën është se qishtë dhe ishte shumë bukur. Që i blokuar. Ja, që ti bëj. Pra nëse kemi dëgjuar, ishën ti. Pa unë isha, normalisht që unë isha. Ti, se ne s'kemi ato dhe zhurme. Ja që dita mbaroj. Dhe pas pak do të kemi recetën e ketit. Me zor pres. Pra, edhe ne me zor presim. I kem direkt në publicitet. Ditë mbarë. Do të keni recetën shim nesër. Pafshim. Mirë pafshim.